Kjo është një rrugë pa korsi biçikletash. Ju duhet të ecni me biçikletë në anën e djathtë të rrugës. Mos e ngisni biçikletën shumë afër anës së djathtë, sepse keni më shumë gjasa të rrëzoheni. Si ciklist, mund të merrni vendin tuaj në rrugë. Kjo është një rrugë me korsi biçikletash. Nuk ju lejohet të lëvizni me biçikletë në rrugë. Duhet të qëndroni në korsinë e biçikletave. Gjithmonë ngiteni biçikletën në korsinë e biçikletave në anën e djathtë të rrugës. Ju mund ta njihni një korsi biçikletash nga shenja blu me një ciklist ose nga vijat e bardha. Një makinë nuk mund të lëvizë në korsinë e biçikletave. Ky është një shteg këmbësorësh. Nuk ju lejohet të ecni me biçikletë në këtë shteg. Por ju lejohet të ecni me biçikletë në shteg. Njëshirit me ngjyrë nuk është korsi biçikletash. Dhe kjo gjithashtu nuk është korsi biçikletash. Nuk ka vija të bardha dhe nuk ka asnjë shenjë blu. Shiriti është vetëm pjesë e rrugës. Makinat mund të lëvizin, të ndalojnë dhe ndonjëherë të parkojnë në shirit. Rripi është aty për të tërhequr vëmendjen shoferëve dhe të kërkojë të jenë të kujdesshëm. Ju mund të ecni me biçikletë mbi shirit.